në këtë stinën e verës, ku të gjithë teksa jemi duke punuar, në mend mund të kemi edhe pushimet, ndodh që të bëhemi disimot të paduruar. Ne kemi dhe një shprehje në popull që shpeshherë themi pse sillesh apo bëhesh shtafanik. Dhe nga ana tjetër, inxeti në fakt mund të ndikojë gjithashtu që ne të kemi të bëjmë edhe me ditë ku temperamenti ynë nuk është në formë më të mirë dhe ne mund të bëhemi edhe pak agresiv. Për të kuptuar se çfarë ndodh me ne dhe me mënyrën se si qasemi me botën, gjithë diskutimin e ndërtojmë me Elda Ruçin, e cila është psikologe. Elda, mirë se vjen. Mirë se vjen, kënaqësi të kemi në studio. Së bashku, sa e vërtetë është sa vjen vera, ne bëhemi më të paduruar dhe më agresiv. Po, kjo që është, po, ka ndodhur, sigurisht ndodh, dhe ndodh nga faktorët të ndryshëm, sepse pjesa më e madhe e personave mund të perceptojnë se do shkojnë me pushime dhe ideja e të shkuarit me pushime është që të mbajnë punën sa më shpejt dhe të bëjnë planifikimet e tyre. Po ka pastaj janë edhe trafiku, po ta zë një shembull që për shembull të ikësh në plazh në një ditë të bukur ku është një nxehtë i madh, atëherë fillon pjesa më e madhe e shoferëve fillon të nervozohen dhe nga një problem i vogël mund të kalojnë në një tragjedi, po e marr kështu si. Dhe do të këshilloj që njerëzit, domethënë të ruajnë sa më shumë të jenë të qetë dhe jo nervoz, sepse gjatë edhe truri fillon të ketë mbi ngarkesë psikologjike, kemi lodhje, pagjumësia, janë faktorë nga më të ndryshëm që do të gjejmë një diçka të përbashkët që të përcjellim harmoni tek të tjerë dhe tek vetja. E qartë. Elda, sa vërtet është shprehja i ka rënë vapa në kokë? Është vërtet, është një shprehje e vjetër tipike shqiptare. Popullore, pak, por ka një shpjegim shkencor dhe dikimin që vapa ka tek emocionet, tek mënyrën se si mendojmë, se si sillim mbi gjitha qasen, apo jo? Po, për sa i përket kësaj shprehje, unë do të theksoja se truri ka një ngarkesë psikologjike të madhe dhe nuk arrin të kontrollosh veten, është mungesa e përqendrimit, ulja e vetë kontrollit, domethënë del pak sa nga vetja, mund të jesh më shumë agresiv deri dikur, diçka mund të jetë diçka momentale, por që duhet të kontrollohemi, duhet të gjejmë edhe në momente kur shikojmë që mund ta zë si një panik i çastit, atje duhet të kërkojmë ndihmë diku ose jo ta bëjmë për brenda. Çfarë? Mirë, flasim gjithashtu edhe për këtë periudhë ku duhet ta themi ne jemi në vendin e punës dhe ndodh që ka nga ata të cilët nuk do mundet as pak të pushojnë gjatë kësaj vere, do jenë në krye detyrës. Çfarë i bën në këtë rast njeriu puna me tepri në sezonin e verës ku të gjithë janë duke pushuar, ti je në vendin tënd? Kjo është një ngarkesë mbi ngarkesë psikologjike, sepse duhet jemi edhe ne ndoshta pak më të sjellshëm me ata që janë në krye detyrës. Po, sepse truri ka nevojë për hapësirë pushimi sigurisht dhe tani ideja se do të jesh gjithë verën ose e zgjon punë, atëherë kjo gjë të bën që të jesh më kontradiktor me veten edhe të duket si diçka e padrejtë, po i mohon një lumturi vetës. Sepse të gjithë presi pushimet, sikur edhe 5 ditë ama ti mbaj mend ato 5 ditë pushime, por qëndrimi gjatë në punë dëmton sigurisht e dëmton gjendjen psikologjike të personit, sepse do të ndihet më izoluar, nuk mund të takojë miqt ose të afërmit, plane që ai mund të ketë ose ajo ka bërë për të kaluar verën edhe mbeten si në sirtar të quajnë në këtë rast. Pushime në sirtar. Pushime në sirtar, një titull i bukur. Ata që pushojnë, ata që punojnë teksa të tjerët pushojnë, ndoshta duhet bëjnë një punë më të madhe me veten për të kontrolluar dhe emocionet në këtë periudhë. Dëgjoj, është mbi ngarkesa, të gjithë luftojnë me veten e hishtje për situata nga më të ndryshme, sepse askush nuk është pa një problem psikologjik ose një problem shëndetësor. Ne urojmë që mos të ketë. Po e marr si shembull tani po flas në tërësi për situatën që është, dhe do të dëshiroja ose do të këshilloja që të gjithë njerëzit të gjejnë pak kohë për veten. Sigurisht. Sepse është puna mbi të gjitha, por edhe gjendja psikologjike është më e rëndësishme, sepse truri dhe trupi kërkojnë atë hapësirën e tyre të pushimit. Nuk duhet muar kjo gjë, do të bëhet pamundura që të gjendet pak relaks për veten. Sepse pastaj mund të kalojmë në një burnout, është termi, pra një djegje emocionale mentale që do të mësojmë të themi nuk e duam. Nuk e duam, do të mësojmë të themi jo aty kur duhet, sepse është nevojshme për gjendjen tonë psikologjike. Ashtu? Pse duhet të themi jo? Dhe pse rëndësishme është të mësojmë të themi jo? Është shumë rëndësishme të themi jo, sepse mund të ngarkojmë veten edhe më shumë se ç'duhet, është dekalimi vetës
Dhe kjo gjë rëndon në gjendje psikologjike akoma më shumë, sepse sa më shumë të japësh nga vetja, edhe trupi lodhet dhe mendja lodhet, kanë dhe ato nevojë për relaksin e tyre, për të qëndrojnë në heshtje, domethënë. Sigur 1 minutë heshtje të bëjmë pak bashkëbizedim ose monolog me veten, të ndihmon shumë të kesh një reflektim goxha të madh. Qartë. E dashur, në këtë periudhë, mund të themi që edhe për vetë faktin që rrjetet sociale na tregojnë jetën e kujt do se çfarë po ndodh, rritet edhe ankthi, krahasimi social që bëhet aty, fakti që ndoshta nuk po bëjmë pushimet që do donim të bënim. Po, kjo është në varësi të tipit të njerëzve, të cilët ka njerëz që mund të kenë përjetuar të gjithë variantet të pushimeve, ka njerëz që ndërrojnë të shkojnë diku dhe i duket si diçka e largët, domethënë është si një zhgënjim për to, por njeriu duhet të punojë deri diku për të realizuar ëndrrën që ndërron nëpërmjet Instagramit. Po përse duhet ta bëj patjetër këtë? Në rast se dashur pa dashur nxisim krahasimin me këtë. Okej, domethënë mund ta bësh krahasimin, por përjetimi i ndjesisë me të parën është diçka shumë ndryshe. Sepse duke parë diçka nga Instagrami mendon se dikush ka shkuar atje dhe fillon bën krahasimin siç e thatë dhe unë nuk kam shkuar, pse nuk kam shkuar, fillon me ato gjykimet e vetes. Por çdo kush ka kohë për të realizuar dëshirat dhe ëndrat e tyre. Nuk duhet ngarkuar vetë duke parë diçka nga Instagrami, sepse jo çdo gjë është e lumtur siç mund të shikohet nga Instagrami. Qartë. Mirë. Çfarë duhet të kemi parasysh dhe çfarë duhet të bëjnë të gjithë ata që na ndjekin nëse e gjejnë veten në një ditë vere shumë të irrituar me të tjerët, me veten? Cilat janë disa teknika që ne mund të mbledhim energjitë tona, mund të përshëndrohemi tek vetja, të ulim nivelin e agresionit që është normal, është njerëzor, se janë instikte që na udhëheqin drejt fundit. Çfarë u sugjeron gjithë atyre që po na ndjekin? Do të sugjeroja që të gjeni kohë për veten e tyre, mund të bënin walking therapy në orët e para të mëngjesit, pra të ecësh. Të ecësh, ndihmon shumë, sidomos në pjesën bregdetare ose kushdo ku mund ta gjej vetëm në një ambient më të rehatshëm, të bëj walking therapy në orët e para të mëngjesit ose mbas ditët, mund të merrem në një palestër, të drekojmë me miq dhe jo të qëndrojmë me idenë se është vap dhe duhet të qëndrojmë të mbyllur dhe të irritohemi pa arsye. Duhet të jemi më social dhe me njerëzit. Në këtë periudhë të vitit, duhet të jemi më shpërblyes me veten? Njeriu jo vetëm në periudhë të vitit, po ka etapa të caktuara ku duhet të vendosi të vlerësojë veten, të japi rëndësi vetes, sepse nëse nuk japim rëndësi vetes, dëmtojmë veten tonë dhe rrethën shoqëror që janë rreth nesh. E si mund ta bëj dikush këtë në këtë periudhë që tham për shëndetin mendor, disi nuk është e volitshme? Nuk duhet të qëndrojnë të izoluar, si duhet të jenë më social, duhet të gjenë pak kohë për të angazhuar, mund të qëndrojnë në një piknik ose në një të kalojnë pak kohë. Pra të bëjnë një aktivitet që ata kanë shumë qejf. Që ata kanë shumë qejf. Me persona që i përcjellin ndjesi pozitive. Energji të mirë, sigurisht. Mirë, Elda, ne të falenderojmë shumë që ishe sot me ne për të na dhënë disa udhëzime se si të vetë përmbahemi në këtë periudhë ku naturalisht bëhemi pak më agresiv. Pa dashur. Por është vapa dhe temperatura gjithmonë mirë të mbarë për ty e dashur, ndërkohë që ne bëhemi gati dhe themi publikut që menjëherë pas pak bëhemi gati për temën e fundit.